Pacientë që janë lënduar nga aksidentet automobilistike dhe që kanë kërkuar ndihmë në emergjencën e spitalit të Gjakovës janë shpeshtuar këtë javë në rajonin e Gjakovës, por edhe në komunat e Deçanit, Junikut dhe Veriut të Shqipërisë. Ilir Hasanaj, ushtrues i detyrës së shefit të emergjencës së spitalit Isa Grezda në Gjakov, thotë se 33 raste janë trajtuar në emergjencë vetëm brenda 7 ditëve të fundit. Gjatë javës së fundit e kanë vizitu emergjencën 33 raste që kanë qenë aksidente në komunikacion. Gjithë rastet kanë marrë trajtim me ekzaminimin e nevojshëm, për cilave 6 janë hospitalizuar në spitalin Gjakovës për me vazhdu trajtimin e matej, kurse 2 janë transferu lëndimet të kokës, një fëmijë dhe një pak moshë më arritur, janë transferu në qendër klinike universitare për mu trajtu matej. Ndërsa nga policia thonë se në rajonin e Gjakovës, ku përfshihen edhe komunat e Malisheves dhe Ravecit, brenda një jave janë regjistruar 16 aksidente në komunikacionin rrugor. Ndërkaq në njësinë rajonale të trafikut në Gjakovë thanë se brenda 6 ditë në rajonin e Gjakovës kanë ndodhur 16 aksidente me dëme materiale, ndërsa 13 aksidente janë me lëndime në njerëz. Vetëm djetë të Vësyri ka raportuar për 3 aksidente me lëndime në njerëz, një në rajonin e Hasit kur një vetur dhe një kamion janë aksidentuar. Tjetër aksident ka ndodhur në rrugën Bardhyl Çaushi, ku 2 vetura janë aksidentuar dhe lëndime ka marrë një vajzë, ndërsa aksidenti i tretë është regjistruar në fshatin Skivjan, ku përpasoj një person është lënduar dhe i njëjti ka marrë trajtim në emergjencën e spitalit në Gjakovë.